Mirëserët të qenë Baba Xhepit, kënaqësi t'ju kemi këtu. Faleminderit për kohën, për vizitën, dhe më bëhet qefi që më së fundi në Parlamentin Shqiptar kemi një deputete të re, një frymë të re. Uroj suksese në punën që keni marrë. Zoti u nxirrt juve faqebardh dhe inshallah të kemi sa më shumë përparim për vendin tonë. Ju falenderoj shumë për mikpritjen e ngrohtë edhe të përzemërt. Kjo edhe herë ma shumë ma përforcoi motën tonë fashme shqiptare që Bajram e Pashk i kena bashk, po dhe shqiptarizmat e kena bashk dhe njihem shumë krenare realisht kena një komunitet shqiptar kaq të fortë, kaq të mirë dhe kaq të bashkuar dhe ajo që na njeh si Shqipnia është ndërtjera dhe harmonia dhe paqja bukur fetare që kena dhe që duhet të ekzistojnë dhe të përforcohet gjithnjë e ma shumë pavarësisht çdo gjaje tjetër. U frymëzova prej kësaj pune dhe kontributi shumë human që ju po bani dhe keni bërë ndër shumë vite besoj, pikërisht me këto banesa dhe me ndihmën që jepni ndaj komunitetit, po asnjë farë ndasie. Dhe kjo padyshim edhe për mua si re në politikë, si shqiptare, por edhe si deputete, është jashtëzakonisht shumë frymëzim për esencën edhe forcën që ka dhe që duhet ketë komuniteti. E përmeshtu kësaj aq më tepër kur lexova në hymje parodhën tuaj kombi edhe feja. Gëzohem shumë që e keni marrë kaq të pastër lidhjen me Shqipërinë.